Prej fillimit të muajit qershor, në Bashkinë Kuçov ka nisur puna për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e sinjalistikës rrugore në të gjithë territorin e qytetit. Punimet përfshin vizimin e vendeve të parkimit, rifreskimin e vijave të bardha për këmbësorët, si edhe vendosjen dhe mirëmbajtjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale. Ky është një proces që realizohet çdo vit me qëllim mbajtjen e sinjalistikës në gjendje të mirë, rritjen e sigurisë rrugore dhe përmbushjen e standardeve të nevojshme për qytetarët dhe përdoruesit e rrugës. Punimet kanë nisur në ditët e para të qershorit dhe parashikohet të përfundojnë deri më 15 shtator. Ato kryhen nga një kompani private sipërmarrëse, e cila është përgjegjëse për sinjalistikën horizontale, vertikale dhe vizimin në territorin e Bashkisë së Kuçovës. Përveç sinjalistikës rrugore, kjo kompani merret edhe me dekorimin e qytetit gjatë festave dhe datave të rëndësishme festive, duke kontribuar në përmirësimin e imazhit urban dhe krijimin e një mjedisi më tërheqës për banorët dhe vizitorët. Ndërkohë, Bashkia e Kuçovës vijon punën për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve publike. Në drejtimin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari po ndërmerren një sër projektesh që synojnë ta bëjnë qytetin më të aksesueshëm, më funksional dhe me standarde më të larta jetese për komunitetin.